Finalja e kampionatit kombëtar të boksit është zhvilluar këtë të diel në Pallatin e Sportit Flamurtari. Pas zhvillimit të kampionatit të boksit, përgjatë të premtes dhe të shtunës në Vlorë, në ringun e Pallatit të Sportit kanë zbritur kampionët e kualifikuar për këtë finale. 52 boksierë që kanë marrë pjesë në këtë kampionat me 10 ekipe pjesëmarrëse, ku të dielën janë ndeshur më të mirët të kualifikuar nga fazat e mëparshme. Finalja e së dielës ka startuar me akordimin e 2 certifikatave të mirënjohjes, si shenjë nderimi dhe vlerësimi për punën e palodhur dhe kontributin në këtë sport. Prej Federatës Shqiptare të Boksit, këto certifikata janë dhënë trajnerit e ekipit të boksit të Flamurtarit, Gëzim Zeneli, si dhe ish sekretarit të Federatës Shqiptare të Boksit, Gjevat Muedini, nga presidenti i Federatës së Boksit, Florent Kalivopuli. Ja jap këtë certifikat mirënjohje zotit Gjevat Muedini, i cili me pasionin, profesionalizmin dhe përkushtimin e tij ka lënë gjyrmë të pashlyeshme në zhvillimin e sportit të boksit dhe në formimin e brezave të rinj. Federata Shqiptare e Boksit. E falenderoj edhe për libra që më dhuroi për federatën. Jo, do rrish këtu. Një tjetër personazh shumë i rëndësishëm i boksit shqiptar në këto 35 vite është profesor Gëzim Zeneli, të cilin Federata Shqiptare e Boksit ka nderin që sot në këtë ditë të shënuar të kampionatit kombëtar të vitit 2025 ta nderojë dhe atë me certifikat mirënjohje. Pas startimit të finales së kampionatit kombëtar të boksit, kreu i Federatës së Boksit, Florent Kalivopuli, ka një falënderim për organizimin, që sipas tij është kryer në kohë rekord për këtë kampionat, por edhe për finalen. Një falënderim për klubin Shumë Sportësh Flamurtari, drejtuesen Elona Hasanaj, por edhe për mbështetjen e Bashkisë së Vlorës. Ai thosë se prej aktiviteteve sportive të zhvilluara në Vlorë do të nxirren elementet më të mirë, talentet që do të përfaqësojnë ekipi kombëtar shqiptar në boks. Kalivopuli shprehet tepër i kënaqur me organizimin dhe mbi të gjitha me të rinj pjesëmarrës në këtë event, ku nuk kanë munguar sigurisht as vajzat kampione. Atëherë, përpara startimit të këtij kampionati, të planifikuar për qytetin e Durrësit, jo në qytetin e Vlorës, në momentin e fundit Bashkia e Qytetit Durrës nuk ishte e gatshme për të zhvilluar aktivitetin. Dhe si gjithmonë, në të tilla raste, ndërhyn kusht tjetër përveç se Vlorës, që të organizojë kampionatin kombëtar një ditë përpara startimit të tij në qytetin e Vlorës. Në një kohë rekord u morën të gjitha masat, u ngrit ringu, ku këtu duhet falenderoj jashtëmasat Bashkinë e Vlorës, duhet falenderoj drejtoren që ka bërë një punë të jashtëzakonshme dhe pa diskutim trajnerin ton Gëzim Zeneli. Është një aktivitet nga më të mëdhenj që është bërë vitet e fundit, janë rreth 10 ekipe nga gjithë Shqipëria që marrin pjesë dhe janë 52 boksiera. Është një aktivitet që ju e keni ndjekur, e keni transmetuar, ju falenderoj shumë, keni parë që ka pas rivalitet jashtëzakonshëm dhe ndeshje shumë të luftuara. Shpresojmë që edhe në finale të jetë e njëjta gjë. Pa diskutim, ne duhet të krahasohemi tashmë me shtetet fqinje, me shtetet e tjera që aplikojnë dhe zhvillojnë sportin e boksit, dhe në Shqipëri për disa vitesh kemi edhe boksiere femra. Në rastin konkret, kemi një boksiere femër që është me origjinë nga Vlora, që banon në Tiranë, e cila është shpallur e treta në Europë. Është një rezultat jashtëzakonshëm për boksin shqiptar. Ajo sot është e pranishme në këtë aktivitet, shpallet kampione pavarësisht se nuk ka kundërshtare, por ishte e gatshme për të pritur kundërshtaren e saj, nuk kishte dhe ne e shpallëm kampione. Pa diskutim, ne kemi bërë në rregulloren tonë, kemi lejuar të rinj që janë në vitin e dytë të tyre në kampionatin e të rinjve, që të garojnë edhe në kampionatin e të rriturve. Dhe kjo ka pas impaktin e vet dhe kemi parë sot të rinj të moshës 18 vjeçare që kanë qenë të jashtëzakonshëm në ring. Janë element, janë dukuri që ne na ndihmojnë për të gjetur tek gjithta sportistë element të rinj që ti kemi të gatshëm për në aktivitetet ndërkombëtare. Për trajnerin, profesorin e boksit të ekipit të Flamurtarit, Gëzim Zeneli, certifikata e mirënjohjes nga Federata e Boksit ishte një tjetër vlerësim për punën dhe kontributin ndër vite në këtë sport. Zeneli thosë se në këtë kampionat, Flamurtari ka garuar në 5 peshat të ndryshme dhe synimi është gjithmonë titulli kampion. Organizimi këtij viti i kampionatit dhe finales për Gëzim Zenelin është një model për organizimet e të ardhmes
të këtyre eventeve sportive. Pa diskutim, kjo është një punë e mirë e klubit Shumë Sportësh Flamurtari, Elona Asanaj, që ka marrë gjitha maska për të organizim të shkëlqyer dhe njëkohësisht dhe bashkisë në mbështetje. Ky është një kampionat kombëtar jashtëzakonisht i fortë, se këtu dalin dhe elementet për ekipin kombëtar të rriturve dhe është një aktivitet jashtëzakonisht i fortë se jemi me rezultate të ngushta medje. Pretendent kryesor është Vlora dhe Vllaznia, njëkohësisht që i vjen nga mbrapa Durrësi, Partizani dhe këto. Është një kampionat jashtëzakonisht i fortë. Pretendojmë Zoti qoftë me neve, me 5 pesha. Flamurtari përfaqësohet me 5 pesha. Kurse Vllaznia me 4 pesha, këto ekipet e tjera me nga 2 pesha. Gjithmonë finalistët boksierët për titull kampion, se përfaqësimet kanë qenë mëdha, kanë qenë 56 sportistë në këtë aktivitet. Pa diskutim, unë i kam marrë gjithë të titujt e se jam vlerësuar dhe nga presidenti që i ka marrë gjitha këto medaljet. Edhe jam i kënaqur, respekt çdo gjë për punën që kemi bërë. Në finalen e të dielës kanë marrë pjesë ekipet e Flamurtarit, Vllaznis, Teutës, Studentit, Partizanit, Green Team Fier, Gladiator Team, ekipi i Tiranës dhe ai Apollonis, secila prej ekipeve ka patur boksier në pesha të ndryshme, ku ka spikatur Flamurtari me boksierët të cilët garuan në 5 pesha për titull kampion.